ose kur ka thënë opozita që do të një president bipolët, kë ka mendu. Kë ka mendu. Po kjo është gabimi i tyre. Kë ka mendu. A thanë Lutfi Aziri këtu që nuk ka kërkuar. Po PDK-ja ka kërkuar. PDK-ja ka kërkuar. Si vare këto takimet kanë qenë në funksion të emrave. E për president emri është mbi gjithçka sepse nuk flitet dot për në takimin e parë flet për principe e kritere. Po principe dhe kritere që i paraprin emrit. Ose që emri pastaj bazohet në to. Cili është emri? A keni pas ju në takimet për me pas tendencë me gjithë një figurë konsensuale për president, a keni pas ju emër? Nëse një partia partia më e madhe, me mas shumë t'i vota, që pa ju nuk zgjedhet presidentin, këtë konselecion e të kuvendit, atëherë, a keni pas ju fillimisht emrat përveçëm, me gjithë 3, 4, 5 tavolin, me zonë në kës, po jo bre jo, ti peshtron të ping-pong, jo, nuk ka ping-pong jo, ata jo pa keni pas ju, por na kemi pas gatishmëri, sepse gatishmëri nuk kryen 4 takime atë në nuk kryen, edhe kush është prodhuan, pra nëse e fton PDK-n, ja çet emrat, i çet emrat tavolin tanë emra për ne, a keni ju emra, çiti, këtë emra diskutojmë për emra, edhe vim të figura. Thirrjen, kërkesën, deklaratat, qëndrimet publike i ka pas opozita për kandidat konsensual. Dhe në anën tjetër, këtë e kanë bërë në funksion të votës së tyre përcaktuese. S'ki president nëse si ki votat tona, me që i do votat tona, do të kandidat konsensual shumë mirë, ana thu kush është. Ana thu kush është. Që ta përkrojnë edhe ne. Në nëzirë një rafsh tjetër. Ta shto, nuk pas ka desh të Albin Kurti dhe vendosja president konsensual, po në një farmyrë kurzimi opozitës, ju pas ashtin atru. Vendosja ka pos president, po pse ti kisha pos 80 vota, ti po thue se kishin gjithë. Ti kishin pos 80 vota, po të më thonë, mos me zgjidh nga opinionsena. Me pos 80 vota, s'kishin pos nevoj me tjera opozitën. Po, në ato që ka po eskuti, po i bjen që ju s'pas i dhe president konsensual. Opozita ju ka kurzuar dhe këllimi me diskutim. Nuk shpjegohet, do më thonë, du të me shteru diskutimin deri tek veprimi i fundit. Që po të kam në ashu në zgjedhje, do më thonë. Kalkulimet mund t'i kenë me dëmtu dikë, me disa deputet me mishtu. Cila është zgjidhja, zoti Sadiki?